Tregohet se një bujk u ngrit në mëngjes dhe kur vajti të marrë sapatën e tij nuk e gjeti në vendin e saj. Menjëherë vajti mendja tek djali i fëmijët të tij. Filloi të ndjek lëvizjet e djalit të fëmijët. Kudo që shkonte, ai u fokusua edhe në mënyrën e ecjes, gestikulacionet edhe mimikën e fytyrës. Të gjitha i ngjanin atyre të një hajduti. Kur e dëgjonte të flas, i dukej se po dëgjonte një hajdut. Gjithçka tregonte se ai ishte hajduti i sapatës, e kush tjetër do e bënte një akt të tillë. Një ditë, bujku vajti te toka e tij. Ku mbi dekët e një peme, syti zun sapatën e tij. Atëherë ju kujtua se e kishte vënë vetë sapatën mbi dekë. U kthye në shtëpi dhe rrugës i doli para djali i fëmijët. Tashmë asnjë nga gjestet, ecja dhe mimika e fytyrës nuk i ngjanin atij të një hajduti. Në momente të caktuara, emocionet, dyshimet dhe hamendjet kontrollojnë çdo lëvizje tonën, duke u sjellë negativisht me njerëzit që na rrethojnë.